Kryesocialisti Edi Rama u ka shpalosur të rinjve shkodran pjesë të programit për një rilindje shqiptare, platformës qeverisëse që sipas tij do sjellë ndryshimin e domosdoshëm në Shqipëri. Në takimin e zhvilluar në Pallatin e Sportit të qytetit, Rama tha se kanë mbetur vetëm 60 ditë drejt realizimit të një qeverisje që do i konsiderojë qytetarët e këtij vendi si njerëz dhe jo thjesht si zgjedhës. Edhe 60 ditë për të luftuar jo vetëm për veten tuaj, po dhe për prindrit tuaj në fshat, për prindrit tuaj në qytet. Që kur më të mos ketë prindër që vinë në shtëpi me kokën ulur se nuk kanë punë, se sbashku ne mund t'i japim jetë një transformimi demokratik, shoqëror dhe ekonomik që ta bashkojnë Shqipërinë me Europën, edhe 60 ditë për një Shqipëri të rilindur, për një Shkodër të rilindur, për një fshat dhe qytet të rilindur. Faleminderit. Pjesëmarrjen e gjerë të rinjve në këtë aktivitet, kryetari i Partisë Socialiste vlerësoi si lajmotiv për rilindjen e Shkodrës dhe gjithë Shqipërisë. Në këtë takim Edi Rama shoqërohej nga deputet socialistë të rrethit Shkodër dhe nga sekretari për rinin Erion Veliaj.